Krejt dëgjues të radios dhe televizionit Fontona, një informacion i shkurtër që sot nga KQZ-ja në nivel vendi, ka fillu numrimi i votave për të asambleve komunale në të gjithë vendin. Ne kemi ardhur sonte edhe në qendrën e numrimit të votave, qendrën komunale të numrimit të votave këtu në shkollën fillore dhe të mesme të Ulët, Bajram Curri, në Istog. Ne do të futemi aty në ambientet të qendrës, të shohim nëse ka fillu me kohë, ka fillu mirë, po shkon mbar, nëse është paraqit ndonjë parregullsi apo për çdo gjë tjetër. Por paraprakisht na duhet ta gjejmë dhe ta kontaktojmë menaxherin e qendrës së numrimit të votave këtu në Istog. Tash do ta gjejmë edhe menaxherin, ja ku është atje. Këtu me, çush po shifet, me intensitet po punohet, menaxhere. Mirë mbroma. Po punohet me intensitet. Në sa ora keni fillu sonte? Kemi fillu në ora 16. Procesi është të vazhdu shumë në rregull, është shumë mirë, çdo gjë është mirë, të vazhdu. A është lajmëruar ndonjë parregullsi deri me tani që janë të mundshme dhe të natyrshme? Jo, deri me tani nuk kemi pasur një parregullsi, të shohim ditët në vazhdim. Harru në fillim me ju lutë më na u prezentu. Unë jam Armanda Loshi, kryesuese e Komisionit Komunal Zgjedhor. Në këtë rast jam menaxhere e qendrës komunale të numrimit. Po, gjatë votimit të djeshëm, a ka pas ankesa në qendrën tuaj? Jo, nuk kam marrë ndonjë ankesë. Sepse është lajmëruar një rast i një shitje të një vote. Kam marrë informacione përmes policisë, po ja që kam marrë me vonesë informacione. A dini parapërsisht sa keni sonte këtu të angazhuar? I kemi 28 persona, do me thonë që janë me 7 ekipe. Në ekip veprojnë 4 persona. A janë përfaqësues të gjitha subjekteve politike cilët kanë marrë pjesë në garë? Janë përfaqësues të subjekteve të mëdha politike. Ashtu. Mirë. A ki më shtu diçka tjetër, ndonjë porosi, apo në fakt a jeni e kënaqur me gjithë procesin zgjedhor që është zhvilluar në Istog? Po, si gjithmonë në komunën e Istogut, procesi zgjedhor ka shku çdo herë në rregull, edhe kësaj radhe ka qenë mirë. Menaxhere, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju. Ne po ofrohemi për çdo rast, na jemi të gatshëm për bashkëpunim. Edhe kur pritet përfundoj sonte, apo varet prej... është ndërrimi i dytë faktikisht, se shkon me ndërrime prej 8-ve deri në 16 dhe prej 16-ve deri në 24. Kemi fillu sot me këtë ndërrim prej orës 16 deri në orën 24. E kështu do vazhdojmë. Pritet që brenda 2 dite ose 3 varet tash me përfundu këtë gjithë procesin. Nuk keni, halas keni dhëna sa përqind është numëruar deri me tani, jo, se është shumë herët. Jo, janë me vend votime, 7 vend votime, do me thonë që i kanë marrë ekipet për numërim. Menaxhere, faleminderit shumë. Faleminderit. U kërkoj falje nëse u pengu. Edhe na po shohim pak se si po rrjedh procesi. Urime dhe suksese. Faleminderit. Zgjedhjet mbara.